Po jo, ai syri majt atje është i dyshim të vor. Syri majt që e ka nxirr. Pikërisht dhe syri majt biles. Çfarë problemi mund të ketë? Si është i dyshim? Nga sot, kolegu im, ish ministri i infrastrukturës dhe mjedisit në qeverinë e Kosovës, ju prezantoj me drejtorin e ri të portit të Durrësit. O Aleks, e morën vesh më? Hajde se u bë me drejtor të ri të portit të Durrësit. Kush është? Hajde si çeka drejtori i ri, se kisha pa në herë këtë. Shive, porti i Durrësit më në fund nga sot e tutje dhe të ketë drejtor të ri. E prezantoj Belinda. Ai me gzime. Çka ka kjo të syri? Po i vërtet çfarë pas e ke syri kjo? Të kjo syri majte. Po këtë syrin e majte ka. Mos e ka raftë pa dashje mos e. Ka raftë, domethënë, se është e ulët, përdorosh termin thua është e ka raftë për një femër. Jo mos e se mos ka ndodhur diçka kështu më i ka ra diçka, për shembull, ose dollapi, zakonisht i kanë femrat ato që vriten kështu si pa dashje, te dollapi ose e ka menin në tjetër vend edhe i bin asaj derës dollapit. Më vërtet po çe pas këtë. Po jo, ai syri majt atje është i dyshim të vor. Syri majt që e ka nxirr. Pikërisht dhe syri majt biles. Çfarë problemi mund të ketë? Si është i dyshim? Po ajo po ta kërkosh e bëjnë aktorët e mëdhenj të Hollywoodit, të këngëtar, ish presidentat Amerikës, princer, papa, me atë syrin e nxirr të kraut majt. Që e nxin. Pikërisht i majti, po. Jo i djathtë, as i eri. Pse për çfarë? Për majti. Ka një emër këtë po ta kërkosh, kur e kam parë një herë. Klubi i është shenjë, domethënë është një shenjë karakterizuese që identifikohen po diku një në grup organizat njerëzish po është organizat e këtyreve me Black Eye Club, klubi i syzinjve. Puna për kthejmë, po. Edhe është kështu, është degëzim i Illuminatit. Ata i kanë këta, i kanë si nën deg. Është rrjedhon nga Illuminatit kjo puna e këtyreve me syrin e zit majt. Po ç'a do të thotë? Po ç'a e përdorin? Po ç'a nuk kupton domethënë se këta okay, pas kanë grada ndryshme, pas kanë degëzime ndryshme. Kjo e syri ç'a ka ndonjë shpjegim domethënë për çfarë syri nxihet ky syll? Domethënë e nxin me ndonjë bojë, e bën me operacion. Me operacion. Po. Ç'është operacion? Edhe si është ritual ajo, sipas ritualit është operacion që nuk bëhet me mpirje. Duhet të pranosh ta ndjesh gjithë dhimbjen e operacionit pa asnjë ndërhyrje. Duhet me pa mpirje pra. Pa anestezi domethënë, pa. Po, edhe quhet prova e dhimbjes quhet ky rituali. Pra ne nuk përdoret mpirje. Që duhet të jesh në gjendje që ta pranosh atë ndërhyrje, atë operacion, ta durosh dhimbjen të plot pa patur masa kështu lehtësuese. Si duket ajo pas ka kaluar ky proces. Nëse është ajo që mendoj tani pikërisht ai syri majt. Te syri majt i bën lidhjen që të gjithë ky si kishte Black Eye Club. Po. Është gjithmonë syri majt kryesisht që përdoret. Po ç'a e bën ato që syri për shembull? Ajo është shenjë, ajo është shenjë tipike për të treguar që janë të nënshtruar kësaj organizate konkrete që janë. Ky qëndron gjatë kjo e nxira? Do qëndroj gjatë apo thjesht? Pa jo aty bëhet një akumulim i gjakut. Kur pastaj është si puna një goditi që poson ti dhe kalon atë. Po, sigurt ka goditur dikush ngrush, domethënë edhe nxjihet syri. Po, edhe që ikën me kalimin e kohës. Po ajo tani doli pikërisht nuk priti që ti kalonte ajo nxjerrja. Pse? Po pasi mund të kishe pritur edhe nuk u shfaqte në publik ashtu. Duke dalur në publik me atë sy të nxjerrë ashtu, është sikur po i tregon atyreve që e din këtë gjë, që un jam me ata. Un jam e juaja. Jam tuaja. Jam tuaja. Pra, kjo është pjesë e Illuminatit, pra, po i tregon hapas i fare dhe ka kaluar edhe në grad, që është grad e lartë, po ta bësh të domethënë. Je në mbrojtjen e tyre. Je në mbrojtjen e që nuk të prek askush asgjë. Mos ndoshta kjo po i tregon këtë, po do me të treguar drejtësisë shqiptare, SPAK-ut, për shkak se po lakohet emri i kësaj, gjithandej që kjo do të përballet me drejtësinë për të thënë që un jam kjo. Sado që të mblidheni ju për të më gjykuar mua gjëra për këtë X gjëra, nuk keni për të bërë asgjë, jemi pa prekshme. Prandaj kjo është faq publikisht. Po del me atë syrin e nxirr atje dhe është sikur po thot, un jam e paprekshme. Tani ajo mesazh. Po mesazh fiks, mesazh është, po përçon diçka konkrete aty. Po tregon që un jam e atyreve dhe ju s'më bëni dot asgjë sepse ata që un i shërbej ju shkrin brenda 24 orë dhe nuk ekzistoni më. Është Illuminati dhe ka këta ushtarët e klubit të syrit të nxirr.
Tani nëse ishte aksident, siç e the ti në hyrjen Po, që mund të jetë si edhe mund ndodhi valla, mund ta kishin ball, mund ta kishin vesh, mund ta kishin gjithanej, po pikërisht se syri majt edhe doli në publik dhe po e thot haptazi që i përkas kësaj pjese. Që po ta kërkosh në Google në këto, aty e gjen kollaj fare, shtypni Black Eye Club. Si kisha dëgjuar asnjëherë, unë për vete nuk e dija ka nga ata që po e shohin këtë video që janë hasur me këtë gjë që pas ka një klub, pas ka një grup njerëzish që identifikohen Black Eye Club që janë të kategorizuar ose të përfshirë në organizatën e Illuminatit, të masonëve, pra. Po, ajo është mama e këtyreve. Po kjo është gradë e lartë kjo? Është gradë e lartë kjo? Patjetër burr, ata janë gjithandej, komandojnë shtetet. Jo, e qartë, po është gradë e lartë nëse ti bën këtë shenjë tek syri për të treguar? Po, ke marrë shenjën e tyre. Kjo shenjë është dalluese dhe treguese që je i tyre dhe je i paprekshëm. S'kam parë një tjetër nga politikanët shqiptarë që ka pasur. Po për çudive, për ne më mbi. Se ke parë asnjë, nuk e parë, se kam parë. Okej, ndoshta mund të ketë pasur dikush, po se kam bërë lidhjen kështu siç po i thua ti hera parë që këtu në Shqipëri është hera parë që po e shohim këtë fenomen. Edhe pa pritur doli dhe nuk pritit, edhe kjo bëhet çudi, nuk pritit kalonte. E doli, doli në publik duke e patur këtë gjë. Po ajo ndoshta e ka bërë qëllimisht në këtë kohë, në këtë fazë ku ndodhet vetë që pa akuzohet sa ndej këtej që flitet nëpër media ose në vende ndryshme që shumë shqiptarë po e lakojnë emrin e saj që ka probleme me drejtësinë. Pikërisht. Që shumë po thonë që do t'i bashkohet Erion Veliajt në burg, domethënë. Po, ja ta shohim. Me këtë që doli tani, as bëhet fjalë u bër. Ajo u kthye direkt kështu në mburoje të padepërtueshme nga çdo lloj. Pas çat nuk e prekën. Nga momenti që doli ashtu është e paprekshme, automatikisht. Ka mbrojtjen e tyre. Dhe e bëri publike, po. Kush e kapi, kush e lexoi. Duhet ta kesh të njohje këtë njohuri që sapo tham tani, për ta kapur atë çapo tregonte ajo aty. Tani jam kurioz, nuk e di, a ke informacion çfarë ndodh, pra si nxihet ai syu? Çfarë mund t'i kenë bërë të syu asaj? I kanë bërë një vul, ka një stamp, ku di? Jo, bëhet me shiring ajo. Me shiring? Po. Bëhet një tërheqje, është me thithje, me tërheqje dhe pastaj prap zhytja është ajo. Si tërheqje zhytje? E ke pasur kur fut majën e gjilpërës, bën një tërheqje në fillim të gjakut dhe pastaj e shtym prap. Edhe aty presohet, edhe krijohet ajo nxirja pastaj, siç presohet gjaku kur poson goditjen në dorë për shembull, nxihet sepse aty ka presion. Po. Është akumuluar. Po çfarë tërheqje kanë bërë? Kanë tërhequr, çfarë kanë shtuar pra? Të njëjtin, thjesht ideja ishte që të mbetesh ajo stampa e nxirja aty në sy. Do nuk ka ndonjë proces të madh ajo. Po ashtu po ka edhe një lloj dhimbje ajo sepse aty ka fërkim, ka një presion, se ti tani po i tërheq gjak, po i fut gjak, aty ka përplasje. I kanë futur po të njëjtin gjak të veten thua apo kanë futur diçka tjetër? Të vetin, prap. Po tani disa tjerë po ta çojmë dhe më thellë. Po ta çojmë dhe më thellë, ajo mbetet edhe si pasojë atyre që përdorin dhe adenokromin, e famshëm. Që marrin adenokrom, ha? Po, edhe adenokromi tërhiqet nga syri. Po, që e kemi shpjeguar. Nga bebza e syrit tërhiqet me shiring dhe ajo. Po. Edhe tërhiqen gjithmonë nga bebza e syrit të majt. Të majt. Po, tani duke u tërhequr nga bebza e syrit të majt, edhe ti e përdoruesi i kësaj lënde që quhet adenokrom, si duket ta jep po të syri majt. Atë efektin, atë nxirjen. Majt për të majt. Po mirë, mos është kjo e dyta pra, le të themi që kjo ka marrë adenokrom ndoshta? Se po ta shohësh edhe si ministre që siç është Balluku, të marrësh historikun e transformimit të saj në fizik, të shohësh se ka ndryshim drastik, shumë të madh, domethënë. Që nuk po arrin të plaket, që s'po del ai thjesht se adenokromi për këtë efekt shërben. Që të rinovojë qelizat e trupit e të mbajë në një gjallëri. Pra, një konsumatore e adeноkromit? Nëse është një përdoruese e rregullt. Çfarë thot tani? Pse si ka dalë herë tjetër do thuash ti domethënë, Po pra, po është dhe kjo mbetet pra për të parë. Prandaj nuk mund të flasim me siguri plot këtu. Por prapë edhe ajo i ka të gjitha mundësitë për ta përdorur adenokromin, ëh. Po duhet të jesh shumë i pasur që ta kesh, ta sigurosh atë lëndë. Po janë të varfër këto politikanët tani? Po është aq 3 herë shumë e pasur ajo, po ishte po, e ka të mundësisë për ta blerë. Këtë gjë e kanë ato aktorët e mëdhenj, këto që të thash, papa, princit, ish presidentat, ata e kishin atë mundësi për ta blerë atë gjë. Nëse është ajo në atë nivel për ta blerë. Prap dalim tek ajo që nuk e di, ti je më shumë për pjesën e parë, për atë që shpjegove herën në pjesën e parë. Po kjo qëndron më shumë. Po, se edhe nëse i ka përdorur adenokromin, ka marrë adenokrom, paktën nuk do të dilte publikisht ta shfaqte. Ajo që doli publikisht ishte për t'i treguar atyre që ditë ta lexojnë atë mesazh që un jam e tyrja.
Edhe nuk më prek dot asgjë. Ajo e tha haptazi për ata që din ta lexojnë, e thanë haptazi që unë ishte. Jo, në fakt ajo aty tha që po ju prezantoj me drejtorin e ri të Portit Durrësit. Po që prezantimi real ishte syri majt. Se këtë postin e drejtuesit të Portit mund ta bëte edhe thjesht një status, me një email nëpër media dhe u bë një përfaqësues tjetër të qeverisë. E doli pikërisht ajo me na treguan nxirjen e syrit të majt. Gjithsesi, ta gëzojmë drejtorin e ri të Portit Durrësit. Shqiptarët lëvizin shumë më lirshëm tani, jo se morën vesh se kush është drejtori i ri i Portit Durrësit, por duke marrë vesh to informacione që thot Aleksi, që ministria jonë e nderuar, numri 2 i qeverisë, madje do merr guxim të thojë që është një ish i fare tani me këtë që shpjegove ti. Po, dhe të mund ta mendosh kollaj fare. Po na thot lajme shumë dobishme për ne shqiptarët. Domethënë e para nëse merr adenokrom domethënë që ka vlera të pa menueshme, të pa imagjinueshme, të mendosh që një njeri, domethënë një shqiptar ose një shërbëtore si është ajo domethënë në vendin tonë për shqiptarët, të marrë adenokrom për ta paguar këtë shifër marramendse për të marrë adenokrom. Dhe e dyta është ajo që ajo po tregon që është pjesë e Illuminatit. Illuminati direkt. Edhe pjesë do në rangu të lartë, është lart fare, lart. Është vule e ushtarëve të tyre. Kjo tregon lidhet shumë mirë edhe me Portin e Durrësit. Kështu që merrni valixhet edhe u burra me vrap. Edhe kujdes syt. Më futi grushto, do të tregoj edhe unë që jam kështu pjesë e Po jo, se po të panë ato pastaj të rekurtojnë direkt dhe po ti nga dole nga vata se s'kemi të lista, mos i joni ke rebeluar. Nuk pi ujë domethënë edhe grushtje? Do dyshojmë pastaj se i ushtari tyre pastaj edhe kalon kështu në mbrojtjen e tyre pastaj. Unë i bëj të dy syt valla, të dy syt bjerë këtë syt tani. Të dy syt, këtë dy, po. Po ashtu pastaj i bie se mos është një vllazëri tjetër kështu më e frikshme se Illuminati.